Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në studio live edhe ditën e sotme do të jemi në transmetimet tona të drejt për drejta nga ora 17 dhe në orën 18:30. Do flasim padyshim për aktualitetin, duke u ndalur gjërësisht situata më e fundit në lindjen e mesme, por do kemi dhe shumë lajme të cilat do t'i transmetojmë drejt për së drejti. Fillimisht dalemi te një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës nëpërmjet titujve dhe më pas kalojmë menjëherë në lidhje direkte me kolegët tanë. Izraeli dhe Irani thyen në pushtimin mes njëri tjetrit vetëm 3 orë pas hyrin në fuqi. Zemëruar presidenti Trump tha se këto dy vende po luftojnë ashpër prej kohësh, ai sa nuk e din më se çfarë po bëjnë. Zhvillon bisedë telefonike me Netanyahu. Në samitin e NATO-s u publikua plani i përditësuar i veprimit në fushën e mbrojtjes, i cili përshpejton miratimin dhe integrimin e produkteve të reja teknologjike. Alatët u zotuan për prokurime të shpejta dhe në shumë fonde. Shefi NATO-s priti kryeministrin Rama, me të cilin foli për terminalin e ri në Durrës. Sali Berisha u përpoq të mashtronte opinionin publik dhe atë ndërkombëtar, ku në mënyrë të përsëritur tha se qeveria ka dhënë 138 licenca për kanabis para fushatës elektorale. Një vëzhgim i Report Televizion zbulon se procesi deri tani është ende në fazën e procedurave dhe asnjë licencë nuk është lëshuar nga autoritetet. Spak merr të pandehur kreun e prokurimeve publike Jonaid Myzyri, i akuzuar për shpërdorim detyre dhe shkelje me tenderët. Bet fjalë për një procedurë të dyshim në tenderin me vlerë gati 229 milion euro për mbajtjen e aksit Shpal Rëshen. Ish-kryetari i PD-s në Vlorë, Gens Dero Memaj, do të jetë kreu i kadastrës së qytetit Bregdetar. Ky institucion vitet e fundit nuk ka gjetur qetësi me ndërrime të vazhdueshme në rang drejtuesish pas dyshimeve për korrupsion. Pas publikimit të tezës së lëndëve me zgjedhje, Ministria e Arsimit ngriti një sistem monitorimi i cili identifikoi maturantin që ka fotografuar dhe publikuar tezën me telefon. Bet fjalë për një nxënës nga Durrësi i cili u përjashtua. Qershori mbyllet me temperatura të larta, fundjava do shënoj 39 gradë. Qytetet më të nxehta do të jetë Berati, Fieri dhe Gjirokastra. Edhe java e parë e korrikut pritet e nxehtë. Më i rrezikuari nga zjarret është Fieri.